për gjithë ndjekësit e Radio Kosovës. Jeni me mua Yll Kasimin në episodin e radhës në podcast. Këtë episod, mysafiri kemi Suz Steinberg dhe Sadri Sopi. Përshëndetje dhe mirë se ardhët. Thank you. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Atëherë, zotri Sadri, a mundeni më na tregu se si ka fillu iniciativa juaj sa i përket donacioneve dhe ndihmës të kafshëve të pastriha në Kosovë? Së pari ju falenderoj për ftesën, është kënaqësi të jemi mysafir të një dashamire kafshëve që është edhe më lehtë të bisedojmë për kafshët me dikë që i do kafshët dhe e di situatën. Iniciativa për të ndihmu kafshët e Kosovës ka lind nga ardha ime këtu në vizitë familjen, edhe tu e pa situatën shumë kafshë rrugë, edhe prej aty kam pas shtyt që diçka duhet me ndërmarr edhe me ndihmu kafshët se kjo gjendje nuk është e kësaj kohe dhe prej aty kam fillu iniciativën në Holandë dhe kam organizu, motivu këta njerëz gjithë tani që janë shoqatë. Është shoqatë përbërme nga shumë njerëz nga vullnetarë ndryshëm, pasi që e dim që në shtetet e jashtme është krejt tjetër kulturë krahasuar me këtë në Kosovë. Një shoqatë e Holandës dallon shumë edhe me shoqatë shteteve tjera, lema me shoqatat Kosovë, pasi shoqata e Holandës duhet i përmbus shumë do kërkesa që i kërkon edhe qeveria, edhe shoqatat atimit, edhe banka si, domethënë duhet të bind ata se më të vërtet duhet ndihmosh dhe nuk ke prapavi përfitimi o diçka mande të japin quhet atje ambistatus, do me thonë që i përmbush ato që të besojnë dhe ketë drejt me vazhdu punën. Përndryshe nuk të lejohet puna dhe nuk mundesh me ekzistu si shoqat. Po duhet kogja një cikël i madh i fatave për me funksionu si shoqat. Jo si do. Po, ajo është ona pozitive pasi që aty ata e ndajnë kush ka qëllime përfitime dhe kush ka qëllime për të ndihmu kafshët dhe mandej ja japin besimin. Tu e pa, mësane, se jemi serios, mandej edhe njerëz të rëndësishëm i bashkangjiten shoqata, sikur është Suze, Pit, Sara, Franka, se dhe ata nuk i bashkangjiten me njëherë një shoqate, kurse nuk e ka një qasje serioze, po kemi bas disa bisede dhe kemi treku një trit çka janë idetë dhe i kemi kombinu ato gjitha, e kemi pru një rezultat përfundimtar si këtë do të bëjmë, edhe mandej na ka kushtu më shumë se një vit, jemi regjistru, kemi marrë drejtën me fillu, me funksionu, edhe e kemi dëshmu për 2 vite sa kemi arrit, edhe ju e dini, ju s'kam nevoj që ka të tregoj heq, dhe më thonë s'kemi nevoj që ka të lavdohemi fare, se puna në teren e ka dëshmu krejt atë që ka kemi arrit. Ju përmendet disa emra të holandezëve, por më intereson se a ka edhe shqiptarë që kontribuojnë këtë pjesë në organizatën e juaj në Holandë, pasi që e dim që jetojnë edhe shqiptarë tjerë në Holandë. Unë fola vetëm për stafin e shoqatës, këta njerëz që i ceka, po është edhe ona tjetër që donatorët 99% janë holandezë. Për fat keq donacionin nga shqiptarët kemi shumë pak, janë një 3 gra që jetojnë përëndim, ato janë të vetëm që janë japin donacion, përndryshe asë një euro, edhe këtë kemi cek disa herë, kemi bë kërkesë, edhe në për forum, edhe në grupet shqiptarëve, në këtë botën jep një qoftë edhe një euro, 5 euro, se janë kafshë tona, e tani për shembull, na kemi strezu 3500 qenë, kemi sjellë mbi 3,5 milion euro ndihma, krejt këto i ka dhënë vetëm holandez, dhe më thonë me kontribu edhe shqiptarët pak, sa do një shumë e vogël, na do të arrisim edhe shumë atë tepër. Pajtohemi ju. Atëherë, zotri Sadri, si është bashkëpunimi i juaj në mes shtetit Holandës, Kosovës, kur vjen te kjo pjesa e transporti, donacione, gjitha këto se është një kost mjaft e madhe për me sjell ato donacione nga një vend në vendin tonë.
Ja. Zij vraagt hoe is de samenwerking tussen gewoon de overheid in Nederland en de overheid in Kosovo, omdat jullie brengen zoveel spullen hier en dat kost best veel geld en best veel dingen regelen of zo. Hoe gaat dat gewoon in de praktijk? Gewoon, hebben jullie moeilijkheden? Wie helpt jullie en dat soort dingen? Maar de Nederlandse overheid is helemaal niet betrokken. Ja. Toch? Dat klopt, maar dan kunnen we zeggen over de samenwerking over hier zo gewoon. Dat ik kan niet alle vragen beantwoorden. Oké, maar er is niet echt een samenwerking. Ja. Daar gaan we niet over liegen. Ja. Këtu në çështjen tonë nuk është e lidhur fare qeveria e Holandës, ata për shembull na donacion që i marrim, ato janë të dakorduar, domethënë që kanë drejt dhe kush na ndihmon neve është ambasada e Holandës këtu në Prishtinë, ata na këshillojnë edhe vinë na vizitojnë gjatë shpërndarjes së sen, përndryshe shteti i Holandës nuk ka bashkëpunimi me shtetin e Kosovës. Do më thonë, nivel qeveritar është i mirë, se përmes tyne kemi rregullu për shembull ardhen e transporteve, patalashe, edhe do më thonë kalimin e rregulla doganore gjitha, do më thonë deri sa i përket niveli qendror është mirë, po kur po vjen aty pak më poshtë, kemi vështirësi për fat keq. Ja. Sa është e vështirë me i mbledh këto donacione për këtë kaos? Ja. Hoe zwaar is het om de donaties in te zamelen voor wat jullie doen en wie doet dat allemaal? Gewoon wie doneert en dat soort dingen. Het is heel moeilijk en heel veel werk. Het zijn voornamelijk Nederlandse dierenliefhebbers die doneren en we hebben een aantal fondsen die we aanschrijven. En er zijn natuurlijk wat mensen in Kosovo die bijdragen aan het transport. Maar voor de rest zijn het alleen maar Nederlandse donateurs. Ja. En het kost, ja. Wat zou jouw oproep zijn gewoon voor? Het lijkt mij beter dat vooral de Kosovaarse gemeentes meer gaan bijdragen aan het werk wat we voor hun doen en wat wij betalen. Ja. Dat er meer input komt vanuit de overheid in Kosovo in plaats van dat wij de kar trekken, financieel. Kjo cek se është vështirë të bësh donacione për një shtet tjetër, por megjithatë kemi arritë dhe kemi të bu shumë donacione atje, po ato janë sigurisht që ka më herët 99% nga populli holandez, edhe janë disa organizata që po kontribuojnë, na kanë dhënë domethënë donacione, por për fat të keq përjashtim vullnetarëve sikur që jeni ju që për shembull që jep kontributin në kosto të transportit, nuk ka kurrë ndihmë financiare dhe kjo ka një kërkesë sidomos për komunat që edhe ata të angazhohen, ata të kontribuojnë, të ndajnë buxhet pasi që ne po e kryjmë punën e tyre. Por edhe për shteti qendror duhet pak t'i kushtoj vëmendje kësaj çështje pasi është është bërë një hije zezë për ne si popull e shtet. Ik vind het frustrerend dat wij alles betalen vanuit Nederland. Ja. In plaats van dat het hier meer de druk ligt. En bij ons ligt nu heel erg de druk voor mijn gevoel. Ja. Është një zhgënim për ne, po thosë si shoqat, të gjithat ne duhem me rregullu ose me bë prej Holandës, kurse këtu mund të zgjidhet edhe këtu janë buxhetet për ato gjëra, edhe është problemi i tyre. Na domethënë po mundohemi edhe jemi të bë punën e dikujt tjetër që është këtu. Edhe është domethënë zhgënim, edhe pak është edhe një frustrim për ne, pasi që nuk ka as bashkëpunim, po jo vetëm bashkëpunim, po as mirënjohje, as nuk, për shembull kur ju shkruajmë as që reagojnë. Ajo është domethënë ajo të mitë krejt. Vërtet është një gjendje e mjerueshme, kjo që e spjegoni ju, edhe më e mjerueshme për neve që i prekim këto pjesë, e dim fiks sakt se sa e mjerueshme është kjo situatë. Atëherë sa drejt kur vim te pjesa e bashkëpunimeve në Kosovë, a keni ndonjë organizatë ose aktivist që bashkëpunoni apo çysh e shihni ju këtë pjesë nga perspektiva juaj? Për fat të keq, bashkëpunimi duhet me qenë me komuna, por me përjashtim të komunës shtime asnjë komunë as që ka reagu.
E që aty është dhe më thonë një sjellje e pa pjekur, jo me thonë arrogante edhe jo e nivelit evropian, se na po industrializojmë për shembull kemi komunën e Pejës, kemi industrializu mbi 1100 vjet. E mos me reagu, për shembull kur shkruan eja, masanina kemi edhe organizata tjera që e përdorin emrin kafsh në profilet e tyne, po në vërtet janë e kundërta asaj çka duhet me bë. Edhe ajo është, domethënë, një përkeqardhje, për fat keq ka shumë për fat mirë, ka shumë vullnetar që i po ndihmojnë kafshët, që ata po na motivojnë neve edhe përkundër zhgënimeve që i kemi me komuna, me zyrtare disa për mos mundal, ju dini edhe vetë gjatë shpërndarjes e ushqimit e ndihmave, sa ftyra, sa njerëz gëzum po i takojmë ata, për ne është ajo ditë më e mira për rreth dhimbjeve dhe situatave që po i shohim se dje prej aeroportit tu shku për Prizren, vetëm në autostradën e Turpit, si me thonë tash, 800 të aksidentu më 3 mace, do më thonë prej Slatinës të në Prizren. E këto e në përditshme. Edhe sikur ne që po udhtojmë aty ka dhe shumë zyrtar që kalojnë aty pari. Ajo shkon mendja me thonë atinve këta i shohin edhe turistat, këta i shohin edhe zyrtarët edhe ambasadorët asi që duhemi me bë diçka. E këto. Ja. E këtë njëtën pyetje do t'ja parashtroja edhe kësaj, nëse donë, vad betreft samenwerken van jullie met hier gewoon, wat en ook andere organisaties, wat vind je, welk niveau, hoe dat is, hoe omschrijf je dat, wat moet er gebeuren? Het is nu heel stroef. Er moet gewoon een gemeenschappelijk doel zijn, zonder elkaar tegen te werken, maar elkaar juist sterker te maken. Bedoel je dat? Ja, dat in dat opzicht, ja. Po thot bashkëpunimi tani për tani, këtu po thot është në nivel shumë të ulët, pasi që në vend se të bashkohemi, të koordinohemi, po i përngjan që disa njëri tjetrën po e shohin sikur opozit. Ja, we zijn geen concurrentie, maar we zijn collega's. Po. Edhe sigur këto edhe vetë po e kupton, na nuk jemi këto konkurrent, po na jemi kolegë njëri tjetrit, e pse mos të bashkohemi, po nëse të gjithë ashtu si thuam, që i duam kafshët, do të thotë të bashkohemi. Se është për keqardhje, ne kemi ftuar për shembull kretë organizatat, kretë komunat, eja bashkë, fondin e komunës për shembull të bëjmë bashkë me fondin tonë të qeverisë, edhe të organizatave asi. Kemi ftuar edhe organizata që janë nga jashtë që funksionojnë këtu, edhe organizata këtu, eja të bashkohemi. Kemi ftuar edhe odën e veterinarëve, për shembull, eja të bashkëpunojmë, edhe organizata për drejtat e kafshëve, eja të bashkëpunojmë. Gjithë kemi asi. Asë njën nuk reagon. E ajo është dëshka, është e pakuptueshme, se nëse tash jemi të shku dikun me fik një zjarë, edhe normal që këtë do të gjujmë ujë, po dikush po përngjan që dikush po gjujnë benzinë, aty do më thonë... Ku mendoni se është kjo nyja zinxhirore që duhet me istutje për një bashkëpunim më të mirë? Wat vind jij dat ik de sleutel is om dat te doorbreken, dat elkaar zien als concurrent, maar of meer samen te werken om meer te kunnen bereiken? Eigenlijk moet de overheid ons allemaal om tafel zetten, 1 plan maken, 1 afspraak en daar moet iedereen zich aan houden. Ja. Dat denk ik, want daar moet de verantwoordelijkheid liggen. Ja. Propozimi I saj është që ideja është që mas mirë të është për shembull nga niveli qendror, që të gjithë domethënë aktorët të ftohen në një takim dhe të bëhen domethënë të cekët pikët kryesore çka duhet bërë këtu, si duhet vepruar dhe mandej ne të gjithë aty të përqendrohemi dhe të mbajmë atë, domethënë në do rregulla të përmbajmë. Përndryshe tani ka shumë që ka ndodhur që njëri tjetrin nuk din, vetëm kur po ndëgjojnë për shembull, kur po eskalon diçka. Po nëse kemi domethënë një qasje të qartë për gjithë, edhe të gjithë aty përmbahemi, domethënë atëherë do të ketë sukses më shumë se sa sikur tani. Kurse tani është e kundërta. Për shembull dikush e ka këtë ide, dikush e tjetrin, tani ka shumë edhe flasin për kafshët, po s'din kurrë për kafshët. E tani për fat keq në Kosovë kemi shumë që mirën me çështjen e kafshëve, po i urrejnë kafshët,
që për shembull sikur zyrtarët e komunave, atë më vetëm intereson buxheti kafshëve, se për çan ata se jam i bindur 99% tyne as nuk kanë qenë, as nuk duan me pas 5 kilometra afër shtëpisë. Ajo nuk bën se nuk mundesh të për shembull qerdhët fëmijëve me qit një pedofil aty me punu. Sa ai urren fëmijët. Kjo është domethënë një krahasim i mangët, por shkursh domethënë nuk mundesh një njerëz që i urren qend u mor me qenë. E ai domethënë duhet më zhduk ajo dokori, po të mirë me qenë ata që duan kafshët. Tani po tregoj po e pyes këtë ale tregon si funksionon në Holand. Kjo ke pyetja e radhës, që është më apo Suze, se si unë mendoj edhe jam e bindur që për Suze dhe gjithë holandez është një traumë kur vinë në Kosovë edhe shohin gjendjen tonë të mirë sa i përket kafshëve dhe empatisë, lakut empatisë të njerëzve ndaj tyre. E kjo është e pyetja e më radhës se si e sheh kjo gjendjen krahasu, po mendoj si është gjendja në Holandë e qenëve ndacak, gjatë që jam e bindur që nuk ka për trajtimi i tyre dhe kjo situatë. Dit is de volgende vraag naar jou. Hoe is de situatie van dieren in Nederland? Hier is heel erg. En wat was de aanpak daar en nu nog steeds met betrekking dat er geen zwerfdieren zijn op straat of zo? En wat vind je dat het hier moet veranderen en op welke manier moet veranderen zodat dat de goede van de dierenwelzijn komt? En dat hier is heel erg. Oké. Het heeft te maken met mentaliteit en cultuur. En er is in Nederland een basisliefde voor dieren die er hier nog niet is. En dat heeft ook met welvaart te maken. En dat heeft een eeuw gekost om het op te lossen. Maar het heeft ook te maken met respect voor dieren en het zien van het individu. Bij ons is het verplicht om honden en katten te registreren. Dus je kan niet zomaar een hond op straat dumpen. Het heeft te maken met het respecteren van een levend wezen met emoties. En wij hebben gewoon hele sterke wetgeving en toezicht op het uitvoeren van die wetgeving. En dat is heel erg belangrijk. Është dallimi i madh me Holandë, sikur të ka se në Holandë ju dini nuk ka kafshë rrugëve, por krejt fillon të mentaliteti edhe domethënë qëndrimi jo ndaj kafshëve, se në Holandë po thotë ne i duam kafshët, por është ligji i rrept që parasheh çdo qen duhet të mirëmbahet, të përkujdesesh, po të regjistrohet, se edhe nuk mundesh me hodh në rrugë çka ndodh këtu, por përreth ligjit ka dhe instanca që atë zbatimin e kontrollojnë. Domethënë s'ka shans atje mendohet diçka pa ndërhyj ata. Vetëm në atë mënyrë dhe këtu mujna me ndryshu, por duhet edhe pak edhe të mendojmë se këto kafshë që po i hodhim ne në rrugë, edhe ata kanë shpirt, edhe ata kanë meritojnë të kenë një jetë normale sikur na vet, edhe vetëm atëherë ndryshon në gjendja kafshëve, nëse ndaj kafshëve kemi një shqetësim si një domethënë gjallës që e meriton me jetu dhe duhet me jetu se janë kafshët tona, të janë miku i jonë e jo sikur tani ne considereren. We hebben 2 miljoen honden. Ja. En er zijn geen zwerfhonden. Ja. We hebben tientallen asielen. Ja. En in totaal maar 1500 honden in het asiel. Ja. Holanda ka 2 milion qenë, edhe nuk është shumë e madhe se Kosova. Ka me dhjetra azile ka, do më thëmë, po ata azile janë ndryshe, nuk janë azilet e Kosovës ku janë stacioni para shdukjes, po ata janë azile ku do më thëmë me dashuri aty, nuk ka qenë rrugëve, s'ka shansa aty, po tash do më thëmë, në kret ato azile maksimum mundesh me gjetë 1500 qenë, po zakonisht janë ata qenë për shembull që nuk janë mo në gjendje ose më konë familje se diçka, po edhe ata kanë një jetë normale se do më thëmë ka dikush që përkujdeset për ata. Atëherë Sadrin, me iniciativën e juaj,
edhe me gjithë anëtarëve të Amikosit, ju jeni të bënë një punë shumë të madhe. Asnjëherë në Kosovë nuk kemi dëshmu donacione tilla edhe ndihmë kaq të madhe ku siç e cekët ju, kjo detyri ta kanë dikujt tjetër, po të e pa gjendjen e mjerueshme, ju keni qenë të parët që e keni bënë një hap tillë. A mendoni që ky bashkëpunim me Kosovën ka me vazhdu tutje? Ja. Unë do të përgjigja pak më ndë do t'ja për kësaj fjallin. Ne nuk do të ndalemi, edhe tani sajmi të folë, transporti i radhës është rrugës, është diku në Kroaci. Ne do të ndihmojmë gjithë ata që po ndihmojnë kafshët, për fat mirë ka shumë që po ndihmojmë, por duhem i bashku forcat, edhe duhet edhe komunat, po edhe populli jon që po i sheh për shembull e këto pamjet e qenve në rrugëve se duhet mos mu pajtu me këtë gjendje, sa viti 2026, tash qenë rrugëve, qenë të ngordh ose klysht që po i hodhin panon në rrugës sen, a këto po i sheh krejt bota, këto duhet mu ndalë, se këto jetu na kushtu neve, domethënë edhe në investime, edhe në turist, shumë ma tepër se sa para që duhet për me ndihmu kafshët. Qëta? Okej. Atëherë, a mundet edhe Suza më përgjigj në këtë pyetje edhe për gjithë dëgjuesit dhe shikuesit e podcast, Suza është nga Olanda edhe po shfrytëzojmë Sadriun këtë pjesë me na përkthy, kështu që po shkon një cikël. Ja. Kun je iets zeggen over gewoon wat wij doen en wat ook het volk hier moet doen, een nadruk, een soort verzoek van jullie moeten ook iets betekenen, omdat het kost ons veel, maar zijn jullie honden, het kost jullie veel meer niks doen dan dit doen. Het is niet ons probleem, maar het is wel onze roeping om wat voor de dieren te betekenen. Ja. En we willen dat graag in samenwerking met het volk in Kosovo en de overheid in Kosovo. Want alleen gaan wij het niet redden. Ja. We doen ons best, dag en nacht. Maar dat lukt nooit zonder hulp. Suza po thot, nuk është ky problemi jon, është problemi i Kosovës, po tani masi na e kemi marrë këtë iniciativë bashkë me juve dhe vullnetarë këtu, është problemi i përbashkët, edhe dëshira jonë është që të zgjedhim këtë problem së bashku, bashkë me popullin, bashkë me zyrtarë, institucionet, pasi ky problem shumë lehtë mund të zgjedhet, se sigurisht se kemi më herët kur Holanda mundet me menaxhu 2 milion qenë, që është sa 4 Kosova, domethënë shumë është e vogël, edhe ne mujmë me rahatu këto 35.000, 40.000 qenë, po cili me dhon pak kontributin, edhe nuk ban mu pajtu me këtë situatë kafshëve, edhe gjendjen tash për shembull kemi vullnetar që kanë bosh të në fyt kanë, të ndihmu kafshë të rrugëve, kurse komunat për shembull ose zyrtarët i zhdukin buxhetet ose bojnë vizita në për botë Evropë, sa dhe pra mi pashon në disa zyrtarë të komunave, sigur komunës e Prishtinës, edhe të Mitrovicës, ka shku me këshur ndeshjen e futbollit me Slovakin atje, e kurse e dim që është gjendja e kafshëve në Prishtinë dhe në Mitrovicë, dhe më thonë ato para ma mirë investoj ti për një situatë pasqyrë tjetër, se edhe nesër edhe më bëk Kosova kampion botëror, ajo ka mu harru shumë shpejt. Kurse qëto gjende, qëto vrasje, qëto helmime, që ka pëndodhi kafshës, kanë mu harru kur. Sigur që ceket ende, që ka për shama Turqia me vrasin e qenëve në ciodhesën e të merit. Dhe më thonë, këto kanë me pas shumë pasoja. Kush u bo kampion futbolit, harrot më njëherë. Tash me pyet dikar, kush u kon kampion para 4 viteve, kërkush se din. Dhe më thonë, këto harrohen. E qëto, dhe më thonë, jo humanizmi, këto ka me met me shumë vite tëra. Plus, unë pja për këtë të zjedhve, na i thujem vetës se jemi pasardhës të humanistës në Tereze. Aja kur nuk ish pajtu me këtë gjendje, do më thonë, kishë dërmarë dishka, pse mos t'ja qënë në përpara frimën e saj e dedit e saj. Këto e do më thonë janë fristrimet kësaj edhe stafit e të tjertë, këtë ta ndryshojmë, të ndihmojmë me këta njerëz. Ons belang zijn alleen de honden. Wij doen alles vrijwillig, uit liefde voor dieren. We vragen voor de rest helemaal niets dan samenwerking en steun. Nuk kemi na kurfar interesi personal, nuk kemi kurfar përfitimi, i vetëmi, dhe më thonë,
e vetmja lutje, vetmja dëshira jone është të ndihmojmë kafshët së me juve të zgjedhin problemin, këtë sepse i duam kafshët dhe kafshët nuk e meritojnë këtë, po dhe Kosova, shteti edhe populli nuk e meriton këtë gjendje të kafshëve se jemi viti 2026. Atëherë, sa drejemi në minutat e fundit të pakes, a mundeni me na jap një mesazh për gjithë vullnetarët, për gjithë dashamirët e kafshëve? Ja. We zijn in de laatste minuten, zegt ze gewoon, heb je een oproep, nog een verzoek voor alle dieren, gewoon vrienden en organisaties, wie dan ook, gewoon, wat moeten wij doen? Met elkaar om tafel, samenwerken, niet tegenwerken. En heel goed begrijpen dat een dier, en vooral een hond, een intelligent, sociaal wezen is, wat het verdient om geholpen te worden. En niet verwaarloosd of mishandeld. Ik kan niet luten për të përzemër, për gjithë, për që të bashkohemi në vend se që të jemi konkurrent njëri tjetrit, të organizojmë një tubim, edhe të njëri tjetrit të shpjegojmë, po edhe gjithë popullit, qeni është një qenje inteligente që dihet neve na ka rujt pasurinë edhe sigurinë e gjitha dhe meriton një jetë ndryshës që e ka sot se këto pamje nuk janë të kësaj kohe. Een hond heeft hetzelfde niveau als een kind van 4 à 5. Ja. Behandel je een kind van 4 à 5 ook als de honden hier worden behandeld. Ja. Dat is onacceptabel. Është dëshmuar që inteligjenta një qeni do më thonë është krahasohet me një fëmijë 5-6 vite, edhe pse nuk e maltretojmë një fëmijë 5-6 vite, sigur që meritojmë një qen, po për fat keq. Kjo është gjendja faktike. Atëherë, a me marrë këtë si mesazh për mbrëllës, apo edhe ti do me dërgu një mesazh tek vullnetarët që të përndjekin në këto minuta? Ja. Unë i bashkuam mesazhet saj, edhe unë po tham, unë i kam dy anë, një anë shumë që më përgëzon mua që më jep vullnet, është motivimi shumë vullnetarëve, dashamirët kafshëve, sikur ju e tjerë. Edhe është ona tjetër që disa mendojnë se këto gra, këto femra që ndihmojnë kafshët, këta që kanë rrugar, që këta s'pas kanë perspektive kur gjë heq. Këta nuk e di se këto janë nëna dikujt, motra dikujt, që e kryjnë punë të rëndësishme, ndikojnë edhe kontribuojnë për shtetin dhe nuk janë të pa shpresë e pa perspektivë, po për dallim prej shumë meshkujve të na i duan kafshët. Edhe unë them çdo herë ai njeri ose ajo femër që don kafshën, e don edhe njeriun, e don edhe shtetin. Ai që nuk i do kafshët, ai si vyn askujt. Se don as veten e vet. As veten, as familja, as shtetin. Domethënë, ne mund të mësojmë për këtyre grave që ndihmojnë kafshët edhe nuk ndalet ditë e natë, edhe unë unë nuk ndalem, edhe po lodhemi me ngarkime gjitha, po nuk na mund dal, edhe ju garantojmë se mes pak të 5-6 vite këtu kemi me qenë. Disave kemi javë prish qefin, por do t'i gëzojmë ata që i dojnë kafshët, se për kafshët po punojmë. Sadri dhe Suze, këto momente, këta minuta ishin shumë të këndshëm, nga të i dononash këto negative, unë jam falenderuese që ju gjetët kohë, duke e ditë se koha juaj është shumë e vlefshme dhe shumë e nxonën në kohën kur jeni në Kosovë, me shumë aktivitetet ndryshme. Atëherë, deri në herën e ardhshme, ju dëshiroj qëndrim të këndshëm në Kosovë. Ja. Faleminderit, dit waren de laatste minuten. Dank en tot de volgende keer als je in Kosovo bent. We will be back. Ja. Hopefully. Ja. Miropafshim.